3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi akuzohen për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatave të policisë numër 2 dhe numër 3 finalizuan operacionin Strategjia, duke vënë në pranga 3 pjesëtar të një grupi kriminal që kryenin vjedhje në banesa, të dënuar edhe më parë për të njëjtën krim. Uniformat blu kanë zbardhur 3 vjedhje të kryer nga ky grup gjatë muajit janar. Njëra prej vjedhjeve u krye ditën e martë, ndërsa në njërin prej banesave u vodhën 14.000 euro dhe sente me vlerë. Sipas njoftimit zyrtar, të grupit fillimisht fotografonin mbrapat e dyerve të banesave, pamjet e të cilave më pas studioheshin nga pjesëtarët e grupit për të zbërthyer mekanizmin dhe për të mundësuar hapjen me qelës universal. Hetimet zbulojnë se grupi me datë 7 janar kanë vjedhur në një banesë në rrugën Don Bosco, me datë 10 janar kanë vjedhur 14.000 euro dhe sente me vlerë në një banesë në rrugën Dritan Hoxha dhe me 13 janar kanë vjedhur në një banesë në rrugën Don Bosco. Policia njofton se po punon për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta stetas. Ndërkohë, materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.